Kur janë këto 10 ditë? Këto 10 ditë o musliman fillojnë gjithmonë prej ditës të Bajramit i numëron për kështu. Nëse e din kur është dita e Bajramit, për shkak të hanës, kanë nuk mundna me ditë sigurt kur është dita e Bajramit. Po thojna kushtimisht e dina sigurt kur është dita e Bajramit. Për shembull, këtë vjet i bjen Xuman, shembull, edhe i bjen Xuman inshallah. Tash Bajrami. Tash i numërojna prej Bajramit përmas. Dita e Xuma e premte këto. Dita e 10. Tash shkon të numëron e 10-a e Xuma. E ajte, e mërkure, e marte, e hane, e dielle, e shtune, e premte, e ajte, e mërkur. Do të thënë, si të praron dielli ditën e martë në mbrëmje, si të praron dielli, ka hi dita e mërkur. Prej të mërkurës deri ditën e Bajramit, bashkë me ditën e Bajramit, këtu janë ditët e para të muajit Dhulhijhe. Në qëto, çka gjajsh prej punëve të hajrit puna, çka gjajsh? Ndash saleh, ndash zeqat, ndash dhikr. Dhikri është puna më e mirë që ki mundësi me bën këto 10 ditë. Që ka thënë Allahu Azza wa Jall, litukebbiru Allah, me madhrua Allahun Azza wa Jall.